Deputetët e BDI-s nuk duan të prononcojnë nëse pajtojnë me propozimin e qeverisë për semën e re shtetërore, që do të ketë si simbol dominues luanin e kuq. Edhe pse miratimi i semës varet nga vota e secilit prej tyre, është pak e besueshme se ndonjëri prej deputetëve të BDI-s do të votojë kundër propozimit të qeverisë, i cili sipas informacioneve ka marrë pëlqimin e përbashkët nga partnerët e koalicionit. Nga ana tjetër vazhdojnë reagimet e historianëve rreth pamjes së semës së re të Maqedonisë. Historiani Ahmet Sherif, i nderuar sot me çmimin shtetëror Shën Klimenti i Ohrit për arritjet e tij në sferën e historisë, theksoi se qeveria duhet do e mos të gjejë mënyrë që sema të reflektojë realitetin multietnik të shtetit. Mendoj se opinioni shkencor dhe i përgjithshëm duhet të debatojë dhe të gjejë zgjidhje adekuate, sepse siç e dini, Maqedonia është shoqëri multietnike dhe multikulturore, dhe mendoj se nëse kyçet në debat opinioni publik, por edhe opinioni shkencor, do të gjendet zgjidhje adekuate. Kur them debat, mendoj në qytetarët dhe opinionin shkencor, të gjendet formë që të reflektojë realitetin e Maqedonisë. Sema e propozuar mori dritë jeshile nga të gjithë ministrat e BDI-s në mbledhjen qeveritare të së premtes. Në arsyetimin e qeverisë gjatë propozimit për ndryshimin e semës, qëndron se ky dizajn do të jetë unifikues dhe nuk do të bëjë ndarje mes qytetarëve, për shkak se sipas tyre, simboli i luanit është e përdorur edhe nga shumë familje feudale shqiptare. Megjithatë, menjëherë pas publikimit të semës, ajo nxiti dallime të thella jo vetëm etnike, por edhe brenda maqedonasve, pasi luani u perceptua si simbol partijak vetëm i VMRO-DPMNE-s.